ti lavdisem shuar, lavdi ty o Krisht, mbreti lavdisem shuar. Në këtë meshën e shenjtë, si hyrja në misterin e mundimit e Krishtit në vdekjen e tij shpëtimpruese, lexohet në mënyrë plot mundimit e Krishtit sipas Mateut. Asnjë lexim një fije gjatë, ftoj të gjithë me qëndru në këmbë, por ata që kanë nevojë për moshë, për sëmundje, për çështje personale, për me uluni lirisht kur keni nevojë. Mundimi i Zotit ton Jezu Krishtit si pas Mateut. Lavdi ty o Zot. Në atë kohë, njeri prej 12-ve, ai që quhet Jud, Iskarioti, shkoi te krypriftrinjt dhe u tha: Çka po m'jepni e unë po ju adërzoj? Ata i caktuan 30 siklat argjenta. Qysh atëherë Juda kërkon të rastin e volitshëm për ta tradhtuar. Të parën ditë të bukëve të pambrume, ju afruan Jezusit nxënësit dhe e pyetën: Ku dëshiron ta bëjmë gati darkën e Pashkëve? Ai u tha: Shkoni në qytet të filani e thoni: Mesuesi thot, koha ime është e gjatë, te ti do të kremtoj Pashkët me nxënësit e mi. Nxënësit bën si u urdhëroi Jezusi dhe e përgatitën darkën e Pashkëve. Kur u bën atë, Jezusi u ul në tryezë bashkë me 12-tët. Ndërsa po hanin, ai u tha: Për të vërtet po ju them, njeri prej jush do të me tralltoj. Të trishtuar për së tepërmi, zun ta pyesin njeri pas tjetrit: A mos jam unë, Zotri? Ai u përgjigji: Ai që po ngjyen kafshatën me mua në pjatë, ai do të me tralltoj. Po biri njeriut pa tjetër po shkon si kurse është në shkrimin shenjtë për të, por se vaj për atë njeri që po e trallton biri njeriut, ma mirë do të kishte qenë për të mos kishte lindur as pak. Atëherë e pyeti edhe Juda, tradhtari i tij: A mos jam vetë mësues? E the vetë, I përgjigji Jezusi. Ndërsa po hanin, Jezusi mori bukën, i dha lavdi hyjt, e theu, u dha nxënësve të vet e tha: merrni, hani, ky është korpi im. Pastaj mori kelkun, u falenderua, u dha e tha: Pini prej ti të gjithë, sepse ky është gjaku im, gjaku i besditjes, që do të derlet për të gjithë në shpërblim të mëkateve. Unë po ju them, që stash nuk do të pi ma si fryti ardhie deri atë ditë kur bashkë me ju do të pi një verë të re në mbretërinë e Atit tim. Dhe pasi kënduan himnin, dolën për të shkuar në malin e ullinëve. Atëherë Jezusi u tha: Të gjithë ju sonte do të humbni besimin në mua, sepse shkrimi shenjtë thot, do t'ju bie bariut, e dhënët e tufes do të shpendahen. Por se kur të ngjallem, do të shkoj para jush në Galile. Atëherë Pietri i përgjigji: Po qese edhe të gjithë do ta bjerrin besimin në ty, unë as se si nuk do ta bjerr besimin në ty. Jezusi i tha: Për të vërtet por të them, shisonte, para se të këndoj gjeli, 3 herë do të me mohosh. Pietri i tha: Po edhe në qoftë se duhet të vdes bashkë me ty, nuk do të mohoj. Kështu thanë edhe të gjithë nxënësit e tjerë. Atëherë Jezusi mbriti me nxënës në një kopsht që quhej Gjetsemani dhe u tha: Rini këtu derisa unë të shkoj një atje të lutemi. Mori me vete Pietrin dhe 2 bijt e Zebedeut.
Atëherë filloi të trishtohej e të ngushtohej, e u tha: Shpirti im ma ka ploj në trishtim që qonë në vdekje. Qëndroni këtu, lërini zgjuar me mua. Pastaj u largua pagës, ra me fytyrë për dhe e lutej: Ati im, nëse është e mundur, largoje prej meje këte kelk mundimesh. Me gjithatë, dhe të bahet jo si dua unë, por si do ti. Dhe u kthye te nxënësit, i gjeti fjetur dhe i tha Pjetrit: Si kështu zmunde të rini zgjuar me mua as për një orë të vetme, rini zgjuar e lutuni, të mos bini në tundim. Shpirti vërtet është i gatshëm, por trupi është i likshtë. Prap shkoi të dytën herë e u lut: Ati im, nëse zmund të kaloj ky kek mundimesh pa u pirë prej meje, u baf vullnesa jote. U kthye përsëri dhe i gjeti fjetur, sepse gjumi u a kishte rënduar syt. I la, prap u largua dhe u lut edhe të tretën herë duke përsëritur të njëjtët fjalë. Atëherë u kthye te nxënësit e u tha: Flini tash me e pushoni. Ja rriti ora kur biri njeriut po u bie në dort me katarve. Ngrituli, e shkojnë, ja po afrohet traltari im. Ndërsa ai ende po fliste, ja, erdhi Juda, njeri prej të 12-ve, e me të një turme madhe armatosur me shpata me shkopinj. E kishin dërguar kryepriftrint e pleqtë e popullit. Tashti tradhtari u kishte dhënë këtë shenjë: Kë unë të puth, u kishte thënë ai është, atë kapni. Me njëherë ju afrua Jezusit e i tha: Të falem mësues. Dhe e puthi. Jezusi i tha: Mik, kryej punën tënde. Atëherë u afrua turma, quan dorë në Jezusin dhe e kapën. Kurçe, njeri prej atyre që ishin me Jezusin, çoi dorën, nxori shpatën e vet, i ra shërptorit të krypriftit dhe ja preu veshin. Atëherë Jezusi i tha: Ktheje shpatën tënde në vend të vet, sepse të gjitha ata që kapen për shpate, prej shpates do të vdesin. Andosta ti kujton se unë nuk du t'ju luten atin tim, lese ai nuk ishte për të më ndërguar me njëherë 12 legjone engjëjsh, mirë po, si atëherë do të plotësoheshin fjalët e shkrimi shenjtë, sipas të cilave duket të ndodhë kështu. Atëherë Jezusi ju drejtua turmës: Dolet me shpata e me shkopin, të me zini si isha unë subë, e pra dit për dit ria me ju duke me suar në tempull, e nuk me kapet. Por të gjitha këto ndolem për të shkuar në vend shkrimet e profetve. Atëherë të gjithë nxënësit e lanë e ikën. Tashti, ata që e kapën Jezusin e quan te kryprifti Kajf, ku ishin tubuar skribët e pleqt. Pietri e ndoqi prej slargu deri në obor të krypriftit. Hyri brenda dhe po rrinte me shërptorët për të parë se si do të merrte fund puna. Krerët e priftrinve e tërë Sinedri kërkonin dëshmi të rrejshme kundër Jezusit për ta vrarë, por nuk gjetën, edhe pse u paraqiten shumë dëshmitar të rrejshëm. Në fund u paraqiten 2 e thanë: Ky njeri ka thënë, unë mund të rënoj tempullin e hyjit e mund të ndërtoj rishtas për 3 ditë. Atëherë u quhe kryprifti e i tha: Ti s'po përgjigjesh fare për sa këta po dëshmojnë kundër teje. Por Jezusi heshtonte, e kryprifti i tha: Po të përbej në hyjin e gjallë, na thuaj, a jeti Mesia, biri i hyjit? Jezusi i përgjigji: Ti the, e unë po ju them,
Mas të shtit, do të shikni biri njeriut duke ndjekun në të djathën e gjipustetshmit, le duke ardhur mbi rreth e qiellit. Atëherë kryprifti i shqeu petkat e veta e tha: Shau hyin, ç'na duhen dëshmitarët? Qepra, vetë dëgjuat blasfemin. Që thot mendja? Ata përgjigjen: Meriton të vdes. Atëherë filluan ta përshtyjnë në fytyrë, t'i bien ngrushta e disa tjerë flakaresha dhe i thoshin: Na trego Krisht, kush të ra? Ndërkaq Pietri rrinte përjashta në obor, kur që ju afrua një shërbëtore e i tha: Edhe ti ishe me Jezu Galileasin. Por ai para të gjithëve i ra mohit me këto fjalë. Nuk di që po thua. Dhe ndërsa po i afrohej derës për të dalë jashtë, e vuri re një shërbëtore tjetër e u that pranishmëve. Ky ishte me Jezusin Nazarenas. E ai prap e mohoi me be. As që e njoh atë njeri. Pagës më vonë, u afruan ata që ishin aty e i than Pietrit: Vërtet, edhe ti qenë ke një prej tyre. Ja, edhe mënyra e folurit tënd të zbulon. Atëherë Pietri ja nisi të lëshoj be rrufe se nuk e njihte atë njeri. Zvonoi, këndoi gjeli. Atëherë Pietrit i ra në mend fjala që ja pati thënë Jezusi: Para se të këndoj gjeli, 3 herë do të më biesh mohit. Doli për jashta dhe qau me lot për faqe. Kur zbardhi drita, të gjithë krypriftrinjt e pleqësia e popullit u mblodhen në kuvent kundër Jezusit për ta dënuar me vdekje. E pasi e lidhen, e quan dhe ja dorëzuan Pilatit, qeveritarit të vendit. Atëherë Juda, ai që e tradhtoi, kur pa se e dënuan Jezusin, i brejtur nga ndërgjegja, u aktheu krypriftrinjve e pleqëve të popullit 30 siglat e argjenta, e tha: Në katova që dërzova gjakun e pa faj. Ata i përgjigjen: Ç'na lypet neve, punë për ty? Juda i hodhi siglat e argjenta në tempull, u largua dhe shkoi e u var në lak. Krypriftrinjt i mblodhen siglat e argjenta e thanë: S'është e lejueshme të shtihen në arkën e tempullit, sepse janë çmim gjaku. Dhe pasi u këshilluan, blen me to aren e një vorbëtari për varrezat të shtektarve. Prandaj ajo arë quhet deri më sot ara e gjakut. Kështu shkoi në vend fjala e Jeremis profet: Morën 30 sigla argjenti, çmimin e të çmuarit që e çmuan bijtë e Izraelit dhe e shpenzuan për aren e vorptarit, sikurse me urdhëroi vetë Zoti. E qiten pra Jezusin para qeveritarit. Qeveritari e pyeti: A jeti mbreti i judenjve? Jezusi i përgjigji: Vetë po thua. E ndërsa krypriftrinjt e pleqët e paditnin, s'përgjigji as një fjalë. Atëherë e pyeti Pilati: A nuk po dëgjon sa rënd po dëshmojnë kundër teje? Jezusi nuk i përgjigji në as një fjalë, kështu që qeveritari u habit për së tepërmi. Për të kremtën e pashkve, qeveritari e kishte zakon t'ja fal popullit ato të burgosur që populli kërkonte. Tashti asohere ishte i burgosur një njeri i përmendur për të keq, që quhej Baraba. Atëherë Pilati u tha atyre që ishin mbledhur aty: Cilin dëshironi të liroj, Barabën apo Jezusin që quhet Krisht? Sepse dinte fare mirë se Jezu Krishtin e kishin dorëzuar prej zmire. Ndërsa qeveritari po rrinte në gjykatore, gruaja e tij e porositi: Mos u përziej asesi në çështjet e atij të drejtit, sepse sot pësova shumë në ëndër për shkak të tij.
por kryepriftrintë e pleqt ja mbushën mendjen popullit të kërkonte çlirimin e Barabës e Jezusin ta vriste. Atëherë qeveritari i pyeti. Cili ndër këta të dy doni t'ju liroj? Ata i përgjigjen. Barabën. E Pilati i pyeti. Ç'të bëj pra me Jezusin që quhet Krisht? Të gjithë përgjigjen. Të kryqëzohet. Por ai u tha. Ç'të keq e bëri? Por ata bërtitnin edhe më fort. Të kryqëzohet. Kur Pilati pa se s'po arrinte asgjë, e se pështjellimi shkonte duke u shtuar, mori ujë dhe në sy të popullit i lau duart duke thënë: Unë jam i pafajshëm për këtë gjak, e heq shiu. Mbar populli tha: Gjaku i tij i rënd mbi ne e mbi fëmijët tanë. Atëherë u aliroi Barabën, kurse Jezusin pasi e frushkulloi, u adërzoi të kryqëzohet. Atëherë ushtarët e qeveritarit e shtin Jezusin në pallatin e qeveritarit dhe mblodhen rreth tij krejt kohortën. E zhveshën dhe ja qitën krahëve një mantel të kuq. Pasi gërshëtuan një kuror ferrash, e ja vun në krye, ndërsa në dorën e djathtë ja dhan një kallam. Pastaj binin në gjunjë para tij për ta vënë në lojë e i thoshin: Të falemi, mbreti i judenjve. E pështynin, ja morën kallamin e me të i bienin kres. Pasi e vun në lojë, ja hoqën mantelin e kuq, e veshën me petkat e tia dhe e quan për ta kryqëzuar. E ndërsa po dilnin në rrugë, takuan një njeri nga Cirena, që quhej Simon, dhe e detyruan ta mbarte kryqin e tij. Kur arritën në vend të quajtur Golgot, do me thënë vendi i kafkës, i dhanë të pi verë të përzir me tëmth, e pasi e kërkoi, zdeshti ta pi. Atëherë gozhdua në kryq dhe me short i ndanë ndër vete petkat e tia. Pastaj ndenjen dhe e ruanin. Mbi krye i avun shkresen e arsyes së dënimit. Ky është Jezusi, mbreti i judenjve. Bashkë me të kryqëzuan dy cuba, njëri në të djathtën e tjetri në të majtë. Kalimtarët pastaj e shanin duke luajtur me krye në shpoti dhe thoshin: Ti që e rënon tempullin e për 3 ditë e rindërton, shpëtoje vetveten. Nëse e biri hyjit, zbrit nga kryqi. Po ashtu edhe kryepriftrint me skribe me pleq, duke e përqeshur, i thoshin: Tjerët i shpëtoi, vetveten s'po mundet ta shpëtoi. Është mbreti i Izraelit. Le të zbres tani prej kryqit e do t'i besojmë. Ka shpresuar në hyjin, le ta liroj tani, nëse e do për një mend, sepse vetë tha, jam biri i hyjit. Po ashtu e fynin edhe cubat që ishin të kryqëzuar me të. Qysh prej orës 6 deri në orën 9, terri e mbuloi mbar tokën. Rreth orës 9, Jezusi klithi me zë të madh: Eli, Eli, lema sabakthani. Që do me thënë: Hyhim, përse hoqe dorë prej meje? Disa prej të pranishmëve, kur dëgjuan, thanë: Ky po thret Elin. Aty për aty u turr njeri prej sish, mori një shpunz, e zhyti në uthull, e vari në kallam, e ju ashtriu ta pinte. Të tjerët e thoshin: Lëre të shohim, pale apo vjen Elia për ta shpëtuar. E Jezusi bërtiti edhe një herë me zë të madh, e dha shpirt. Gjinzohemi në hestje.
Qojnë e këmbë. Dhe ja, veli i tempullit u shqye në 2 pjesë, prej majës e deri në fund. Toka u lëkund e shkëmbejnë plasën. Varret u hapën e u ngjallën shumë trupa të drejtësh që kishin vdekur. Pas ngjalljes së Jezusit dolën prej varreve, erdhën në qytetin e shenjtë dhe ju dëftuan shumë kujt. Një frikë e madhe e kapi i centurionin dhe ata që bashkë me të po e ruanin Jezusin. Kur pan tërmetin dhe ngjarjet e tjera, than: Me të vërtet, ky paska qenë biri i hyjit. Aty po ndodheshin e vërenin prej largu shumë gra, të cilat Jezusin e kishin përcjell qysh prej Galiles dhe i kishin shërbyer. Ndërto ishte Maria Magdalen, Maria nëna Jakobit dhe Jozefit, edhe nëna bive të Zebedeut. Kur u bën atë, erdhi një pasanik nga Arimateja që quhej Jozef. Ishte edhe ky nxënës i Jezusit. Jozefi shkoi te Pilati dhe ja lypi trupin e Jezusit. Pilati urdhëroi t'i jepej trupi. Jozefi mori trupin, e mbështolli në pëlhur të pastër dhe vendosi në varrin e vet të ri që e kishte qelur në shkëmbë. Pastaj rrokullisi në derë një gur të madh dhe shkoi. Aty ishin Maria Magdalen dhe Maria tjetër, rrinin kondrull varrit. Të nesërmën, që ishte dita pas përgatitjes, u bashkuan kryepriftrinjt e farizejnë te Pilati dhe i thanë: Zotëri, na ra ndërmend sa i gënjeshtar, sa ishte ende gjallë, tha: pas 3 ditësh do të ngjallem. Prandaj urdhëro të ruhet varri deri të 3-ën ditë, që të mos vinë nxënësit e tij, ta vjedhin e t'i thonë popullit: u ngjall së vdekuri. E do t'jetë gënjeshtra e fundit më e zezë se e para. Pilati u përgjigji: Rojen e keni, shkoni e merrni masat e sigurimit, si ju a merr mendja. Ata shkuan dhe e siguruan varrin, vulosën gurin dhe vuan rojen. Fjala e Zotit.